Një ditë pasi kryeministri Edi Rama njoftoi se do të rrëzoj kërkesën e SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut, kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi e cilësoi këtë vendim politik që dëshmon se shefi i qeverisë është peng i varëses së tij pasi ka urdhëruar aferat korruptive. Në një konferencë me gazetarët, Bardhi dha detaje të reja, duke thënë se prokuroria ka prova dhe mesazhe që vërtetojnë shkeljen e ligjit nga Balluku në 11 episode. Janë me mira mesazhe të Belinda Ballukut, me varësit e saj, Erviz Berberi dhe një zonjë tjetër, ku ajo ndërhyn në tendra në mënyrë të palishme për të favorizuar kompani, janë këto mesazhe që e mbajnë peng Edi Ramën vendimi për të bllokuar kërkesën e SPAK. Nuk u morë sepse provat ishin të dobta, por sepse provat të çojnë herët apo vonë tek vet Edi Rama. Bardhi hodhi poshtë dhe përgënjeshtroi me fakte konkrete pretendimet e kryeministrit dhe antarëve të Partisë Socialiste në Këshillin e Mandateve, duke thënë se SPAK ka prova që grupe kriminale të qarkut të Fierit, ku Belinda Balluku drejtoi fushatën elektorale për llogaritë të saj, kanë intimiduar dëshmitarët. Janë prova të dokumentuara se si grupet kriminale të fortët e qarku të Fierit, siç thot transkripti i prokurorisë, kanë ushtruar presion ndaj dëshmitarëve dhe të pandehurve tjerë për llogari të Belinda Ballukut. Madje kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike u shpreh se janë 2 episode ku vërtetohet intimidimi dhe kërcënimi ndaj dëshmitarëve të çështjes Balluku. Bëhet fjalë për 2 kërcënime ndaj 2 personave, ku njëra ka statusin e të bashkëpandehurës, ndërsa tjetra është në listën e dëshmitarëve të prokurorisë. Bardhi denoncoi edhe përpjekjet e gjykatës së lartë që sipas tij me urdhër politik të kryeministrit Edi Rama po planifikon të zhbëj punën e SPAK, duke tentuar të lirojë nga burgu të korruptuarit përmes rishikimit të çështjes së paraburgimit. Gjykata e lartë, e cila dukshëm e urdhëruar politikisht, po kryen një puç kushtetues për të minuar punën e prokurorisë posaçme përmes paracaktimit standardeve sipas interesit politik të Edi Ramës, lirimin e të gjithë personave të korruptuar që ndodhen sot në burg. Gazmend Bardhi u bëri thirrje qytetarëve t'i bashkohen protestës së opozitës më 12 mars para kuvendit, kundër mbrojtjes që Rama po i bën korrupsionit duke penguar drejtësinë.